Po Greta, çfarë mund të na thuash? Emilian, të përshëndes, tashmë janë zyrtarizuar dhe emrat me të cilën socialistët do të garojnë në zgjedhjet e 9 nëntorit për 5 bashkit e tjera, konkretisht për bashkinë e Beratit. Ervin Ceca do të jetë kandidati i Partisë Socialiste për qarkun e Beratit, aktualisht mban postin e kryetarit të komanduar në këtë bashki. Edhe në Corrik, socialistët i kanë besuar një tjetër kryetarit të komanduar, Florenc Dokos, me të cilën do të kërkojnë të rimarrin sërish bashkinë e Corrikut. Edhe në Mat, për shkak edhe të eksperiencës ti si kryetari i Këshillit Bashkiak, socialistët do të garojnë me Altin Bojnin, ndërsa në Tepelen, Gramosoko është kandidatura e socialistëve për këtë bashki. Sa i përket bashkisë së Vlorës, socialistët do të garojnë me Brunilda Mersinin, deputetjen aktuale të qarkut të Vlorës, e angazhuar në fakt në qytetin e Vlorës, por edhe si deputete. Do të jetë kjo kandidatura e socialistëve për bashkinë e Vlorës në zgjedhjet e 9 nëntorit. Faleminderit Greta Bullari për të gjitha detajet që përcolle në studio.